Pas manifestimeve të shumta që u mbajtën gjatë ditës nëpër shkolla, festa në nderim të figurës së mësuesit kulmoi në Qendrën për Kulturë në Gostivar, ku kjo e fundit, bashkë me komunën dhe shkollat e qytetit, organizuan manifestimin qendror të 7 dhe 8 marsit, dy figurave kyçe të shoqërisë, mësuesit dhe nënës. Programi ishte përgatitur me kujdes nga nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollave të Gostivarit, ndërsa të pranishmit patën mundësi që të shijojnë interpretime artistike, fjalë mirënjohjeje dhe momente të bukura që kujtojnë për kushtimin e mësimdhënësve në edukimin e gjeneratave të reja. Për të nderuar figurën e ndritur të mësuesit, pjesë e këtij manifestimi u bën përfaqësues të institucioneve të ndryshme të qytetit dhe shumë qytetar, e ndërta edhe kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani. Përshëndetje të nderuar të pranishëm. Nëse cilësimi të nderuar ka një rast që nuk egzagerohet as pak, është pikërisht ky, sepse ju që ndodheni sot këtu, jeni mishërimi i nderit, dignitetit dhe fisnikrisë. Këto 3 principe janë pjesë përbërëse atyre që pas prindërve vinë direkt në radhë për nga rëndësia, mësuesit tanë të dashur. Me epokën e inteligjencës artificiale, shumë profesione do të shpallen të panevojshëm, do zhduken dhe do të shtohen të reja, por ka një profesion që cilësohet si nga më të kërkuarit në të ardhmen, e afërme dhe të largët. Dhe ai është profesioni i mësuesit. Sa do të përparon inteligjenca artificiale, as ajo dhe as ndonjë çudi tjetër teknologjike nuk do të mund të zëvendësoj edukimin që jep një zë i ngrohtë, i mbushur plot dije dhe dashuri për jetën. Sot është 7 mars, sot është dita e mësuesve, por nuk mjafton vetëm kjo ditë për të shprehur mirënjohjen dhe respektin ndaj jush. Nga kjo foltore i bëhet thirrje çdo institucioni përkatës që të ngrejë të ardhurat tuaja, pasi trajtimi juaj me korrektësi dhe vlerësimi i punës tuaj është garancia e një shteti të shëndosh. Unë për vete jam mjek, por besoj se profesioni më i rëndësishëm në botë është ai i mësuesit. Ne mjekët mund të kujdesemi për një shëndet më të mirë të disa mësuesve, se falë Zotit nuk jeni të gjithë pacient, por pa ju nuk do të dilte asnjë mjek. Tek e fundit, mjekët shpëtojnë jetë, por mësuesit shpëtojnë mendjet. Ju jeni duart e sytë e të ardhmes sonë. Sipas Viktor Hugos, ai që hap derën e një shkolle, mbyll derën e një burgu. Nuk ka fjali më të mirë për të thënë rëndësinë që mësuesit kanë pasur, kanë dhe do të kenë. Gëzuar 7 marsin të gjithëve, gëzuar mësuesve të mi të shtrenjtë, që i dua dhe i kujtoj gjithnjë me dashuri. Dhe për më fund, por jo më me pak rëndësi, dua t'i falenderoj stafin në krye me drejtoreshën në Qendrës për Kulturë për këtë organizim kaq dinjitos dhe kaq të mirë, dhe uroj të keni një natë të këndshme. Në kuadër të programit u shfaqe edhe një dokumentar dedikuar historikut të kësaj feste, si dhe rëndësisë së figurës së mësuesit në edukimin e gjeneratave të reja. Në fund të programit, drejtoresha e Qendrës për Kulturë, Faria Adili, shpërndau mirënjohje për mësimdhënësit e pensionuar këtë vit, duke i falenderuar ata për kontributin e dhënë në sferën e arsimit.